Përshëndetje të dashur miq, të mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe me një tjetër recetë. Jemi në prag të festave të Bajramit dhe kërkesat më të mëdha nga ju janë receta të ndryshme të ëmbëlsirave. Sot do të përgatisim një baklava. Është një baklava e shpejtë, e mbushur me krem dhe me sherbet, e cila me të vërtetë ka një shije jashtëzakonisht të mirë, është e lehtë për të gatuar, po ashtu është e lehtë edhe për ta konsumuar. Kjo ëmbëlsirë njihet me emrin trigona, është ëmbëlsirë greke, por ne do ta ndryshojmë pak duke ja ndryshuar kremin dhe duke e përshtatur me shijet tona. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht, në një tenxhere më të vogël, shtoni 125 gram gjalp ose margarinë. Unë preferoj që në gatimet e mia të përdor gjalp. E vendosim tani gjalpin në zjarr mesatar derisa të shkrihet. Për recetën e kësaj baklavaje kemi nevojë për 500 gram peta të gatshme për baklava. Unë zakonisht i blej nga këto të freskëta, kështu shita nuk janë të ngrira, këto janë më të mira. Marrim një pite ose një petë të baklavas dhe vazhdojmë që t'i shtojmë pak nga gjalpi i shkrirë. Dhe tani vazhdojmë që ta palosim një herë, duke e dhënë këtë formë të hollë dhe të gjatë. Tani këtu përsëri shtojmë pak gjalp dhe vazhdojmë që ta mbështjellim në formë të hajmalis në këtë mënyrë duke e rrotulluar deri në fund. Tani kur të arrini këtu në fund, këtë pjesën e tepërt e largoni anësh, por bashkë me këtë pjesë do ta prejmë edhe këtë pjesën e qoshit duke e hapur dhe duke e bërë të përshtatshme për mbushje. Vazhdojmë tani. E hapim petën e baklavas, pra e krijojmë kështu si një xhep dhe e mbushim me letër përpjekje. Ja japim këtë formë. Dhe brenda për mos t'ju dëmtuar forma, ju shtojmë letër përpjekje. Dhe kështu duken gjitha pasi kam renditur në tepsi përpjekje. Tani sipër do t'ju lyejm edhe me nga pak gjalp të shkrirë. Shumë pak. Dhe tani vazhdojmë i pjekim në furrë të parangrohur në 250 gradë, por në momentin që do ta fusim baklavan brenda, furrën e ndalojmë në 180 gradë dhe ashtu në zjarr mesatar i pjekim diku prefersisht 30 deri në 35 minuta derisa të sigurohemi që janë pjekur mirë dhe kanë marrë një ngjyrë të kuqremtë. Në një tenxhere më të vogël vazhdojmë dhe e vendosim sheqerin. Në total do të kemi nevojë për 2 gota nga 200 ml me sheqer. Kjo baklava e don një sherbet pak më të rëndë. Ndërsa ujë do të shtojmë 1 gotë e gjys, me të njëjtën gotë me të cilën i matëm sheqerin, me të njëjtat gota e matim edhe ujin. 1 gotë e gjys me ujë. E shtojmë tani edhe ujin. Përzijmë mirë dhe vendosim në zjarr mesatar që të zihen, por këtë radhë vetëm për 7 minuta. Dhe tani vazhdojmë që ta përgatitim kremin. Në një tenxhere më të thellë shtojmë 1 litër me qumësht. Vazhdojmë tani te kremi që të shtojmë 7 lugë gjelle me sheqer. Nëse ju duket shumë, mund të shtoni 1 deri në 2 lugë gjelle më pak, por nëse ju duket pak, mund të shtoni 1 deri në 2 lugë gjelle më shumë, por për mua mjaftojnë 7 lugë gjelle me sheqer. Tani te kremi do të shtojmë vetëm dverdhat e vezës 3. Aromë vanilje. Vazhdojmë tani që ta shtojmë
edhe një shiste. Në total do të shtojmë 7 lugë gjelle. Përzijmë mirë dhe vazhdojmë në zjerje. Në zjarë mesatar, derisa kremi na fiton trashësinë e dëshiruar. Por ju lutem qëndroni afër, sepse mishestja din që të ngjitet shumë shpejt, përzijene pa ndërprerje. E zijem derisa kremi të fitoj trashësinë e dëshiruar. Tani të kremi voli nxehtë, vazhdojmë që të shtojmë 125 gram gjalp ose margarinë. Përzijem tani derisa gjalpi të shkrihet tërësisht. Nga nxehtësia e kremit, gjalpi shkrihet shpejt. Te kremi vazhdojmë që të shtojmë një paketim me shllak pena, 36 gram. Nëse nuk keni nga ky në vendin ku ju jetoni, mund ta zëvendësoni me 200 ml krem pana për ëmbëlsira, por mua më pëlqen më shumë me shllak krem, sepse merr një shije më të mirë. Përzijem edhe një herë të fundit tani, derisa kremi të bëhet bashk dhe të fitojmë një krem të mirë dhe të lëmuar. Kremin e kemi gati, e largojmë anësh që të ftofet, edhe shërbetin e kemi gati, e kam larguar që të ftofet, po presim që edhe baklavat pjeket dhe të vazhdojmë tani me mbushjen. Dhe pas 30 minutave në furrë, baklava është gati, vetë se e kam larguar nga fura. Lëmë që të ftofet dikun për 10 deri në 15 minuta dhe pastaj vazhdojmë me mbushjen. Tani që kam mbushuar dhe janë ftofur, i kam larguar të gjitha letrat për pjekje nga baklava dhe baklava duket e kështu e pjekur mirë në të gjitha anët. Marrim shërbetin dhe secilën pjesë të baklavas e rrotullojmë në shërbet vetëm për disa sekonda. Dhe tani kremin që e kemi përgatit i mbushim baklavat deri lart. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, i përgatisim të gjitha. Tani kremi. Dhe të dashur miq, trigona baklava është gati. Lëmë që të ftofet dhe pastaj është e gatshme edhe për ta shërbyer. Shpresoj që do ta gatuani edhe ju, do ta provoni dhe do ta shijoni për festën e Bajramit. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.